Do të kalojmë të një tjetër bisedë, por tani në fakt do të jemi edhe me pamje në treg, do të shohim pak se si kemi çmimet për të cilat ankohemi çdo ditë dhe po themi, jo që po themi ne, por me të vërtet çmimet po rritën në vazhdimsi. E në anën tjetër janë qytetarët dhe ata të cilët po varfërohen. Kolegja jona Afërdita Duraku sot është në tregun e Prishtinës, ndërsa nga afër do të na informoj pra se si janë çmimet. A janë paksa më të ulta, a janë ato në ngritje ku jemi në prag të festës së Bajramit dhe shpeshherë dëgjojmë këto që para Bajramit ndonë se duhet të jetë kundërta çmimet të bien, por në tregjet tona ndodh shpeshherë kundërta. Urojmë këtë herë jo, duke di që është një festë e solidaritetit. Po i nisim pra këtë paraqitje të drejt për drejt, çmimet shifen. Po ka drejtër, ma shumë po hargjojmë me borda se shka me ishëm. Jafton pensioni për të blerë për gjitha ilaqet që të duhen barnat e më pas edhe për ushqim. Bazalla, ja. Më smekon pak mija, se di që ka kështu bo. Që veç që tu i këmë do 20 euro për qëtë dyja. Të nej, plesnia pak në përbjek që ta është shumë, veç me shku privat. Privatnik, mirë nga pritën, po valloj, për nësa ka ty, që i kom do shumë, ta është të spohia, se... Por, ju pak më përpara thatë përveç shërbimeve shëndetësore, që po ju sakatojnë edhe çmimet e larta të pemëve dhe perimeve. Po janë, edhe këtu, se po ka nevojë. Përmendë disa produkte të cilat u përmendë edhe çmimin? Janë pak, tepër janë. Tepër, se po nevojitet, sidomos plesnia, se ku po shkëm të mjekim, perime që të, po, bashkëndetshëm, e janë pak, po ma merë menja mua, dashta, po, qka kje me bot, ashtë, po do të me rështis sa të mujim. Qka po zgjedh, qka po len mangu, ilaqet, barnat, apo produktet ushqimore? Valloj, më ka të zuhet drejtin sa për ne, se na dy pleqemi ma shumë me barna. Shumë shtrajt. Sot, qka keni dalë të bleni në treg? Po, valloj, do që këshyra, bushëm do pëm pak, do diçka që të në për treg, barna t'i bëra. Sa ke vendosur të shpenzosh sot në treg? Po, valloj, se dita është veç, te i bedja 20 euro, musha diçka me pak do... Qka t'ka porosit gruja me blesot? Valloj, gruja pak do ishë bërë, është barak do boshe, me bledhe do farasati, me bledhe pak me bunua, sa ma pak me hargjir, me pas të kemi një farë bashkë që aty, ka pak aja. Shkoni me minimumin? Po, veç me minimum. Me minimum? Këshyri, se me metë pa heq, keqëm. Uroj që të vazhdoj ndihma e fëmijëve tuaj, sepse, si pas jush... Shola të mirë, unë veç një jasë, ashta jam gabim, unë i kam usë me dhejtë, jam i arë që gati 30 vjetë. E jam i knoqë që atë jemi ka përzijet të rekrejt, ashtë të shpohima nenaj, veç, bede valham, dhe kanë bo pak, ja kanë ka përciju me shtë, shumë shtirë. Jeni të zhgënyër? Bede valham, po. E shpodim ka. Uroj që të kthejet shpresa për juve dhe për secilin qytetar këtij vendi. Ma fort po vlim për qëta tri, se trit pasha zë, se si të na shkojnë anelaj. Faleminderit shumë fëmijët, ku i keni? Jo kam këtu, jo në Gjermani u shkua, bati që 30 vjeta. Dhe sigurisht për të siguruar një jetesë më të mirë, mirëqenie më të mirë? Për që ata, valloj, se pe atje, sa jemi kona, ku shko shumë i rije, ka hek ballë, po që ta është i dobi. Kush ju ndihmon më shumë, fëmiu që keni këtu, apo ai që është jashtë? Valloj, qëre, kë, ma shumë se kjo që lu këtu jo me kërë, jo të mjekja, aj. Financiarisht e po ata fjallet? E valla. Kalofshit mirë, shëndet, uroj që t'ju kthejet shpresa edhe sigurisht mundësit për të bërë një jetë më të mirë, jo të cikrohet se cili cent, sepse duhet bëjnë një matematik shumë të thellë për të parë që nëse do t'ju dalin në fund ato të ardha dhura që i marrin, si që tha zëtriu, duhet t'i ndajnë shumicën për barra, e të tjera t'i lënë për ushqim e për sigurisht edhe për gjërat e tjera, sepse nuk është vetëm ushqimi. Për ndryshe tash këtu i kemi drithna,
A mund të flasim? Pra 3 euro, 1 euro mili i misrit, oriz koqani 2,50 euro, kemi fara, kemi kikirik, kemi edhe qaj 100 kilogrami 6,5 euro. Pra arën 10 euro, tash mbas është ndër produktet që shkon më së shumti me që jemi në prag të Bajramit, kemi në krahun tim të majt, kemi edhe një vend ku është i mbushur me pemë dhe perime, për ndryshe qershia nuk shohim, të cilat u bën shumë të famshme për çmimin e lartë, mbase aq të lartë e kanë çmimin sa që tregtarët as nuk i kanë nxjerrur në treg. Shohim pra çmime domatet 1,5 euro edhe këtu, speci djegës 2 euro, 1,5 domatja, siç e thash më herët, kajsi 2 euro, moll e kuqe 1,5 euro, fasulja 3, kemi fasule edhe me 2,5 euro, sigurisht është e cilësisë më të ulët, dardhat si që i përmendi zëtriu që i ka në qef më herët, që i ka me çmim 2 euro. Kështu që këto janë çmimet, si që po shofim, edhe këto janë kushtet të cilat kemi harruar, kur kanë qenë më mirë se kaq, apo asnjëherë tjetër. Ka vite që ne vim në treg, vizitojmë, marrim pamje me kamerë dhe halli është i njëjtë, pamja është e njëjtë, kushtet janë të njëjta. Nuk e di nëse mundet gëzimi të ofroj pamje edhe nga sipër, të themi nga tavani, një tavan i improvizuar, që pamja është shkurt, e thënë pa hezitim, është pamje e mjerueshme. Nuk e di nëse mund të shifet diku tjetër kjo pamje. Më në fund gjetëm edhe qershia, të shohim nëse sa janë qershit? 5 euro. 5 euro 1 kilogram qershia. Po drethzat? 2 euro 1,5, thot zotriu. Nga lartë na bën që nuk dëshiron të flas, kështu që respektojmë vullnetin e tij për të mos folur, ndërsa vazhdojmë të japim pamje, të shohim nëse mund të takojmë edhe ndonjë nga konsumatorët e që dëshiron të flas, po mbase po përsëritëm, por vërtet hezitojnë të flasin si konsumatorët, ashtu edhe tregtarët veçanërisht, ata as nuk duan, janë shumë të irrituar, por mbase me të drejtë, sepse gjendja është e tillë për të qenë të frustruar. Kemi bylbet? Zotëria, mund të flasim apo jo? Sa është kilogrami djathtë? Nuk dëshiron pra të flas zotëria, bile as nuk na jep informacione rreth çmimeve. Përshëndetje, mund të flasim? Rreth çmimeve, perimeve, ka shitje? Të mira krejt. Po për çmime janë kjo javë ka fillu me ulje apo me ngritje? Nuk dëshiron të flasësh. Okej, respektojmë sigurisht edhe këtë tregtar i cili nuk dëshiron të flasë, ndërsa kemi lakrën që duket shumë e freskët. Mbase tregtarët nuk po dëshirojnë të flasin, por janë miqësor. Janë miqësor veç se nuk dëshirojnë të deklarohen, dhe pa tjetër që janë deklaruar me mira herë dhe nuk kanë pasur, sigur se mbase zëri tyre nuk ka shkuar në vendin e tyre, në vendin e duhur, nuk janë plotësuar kërkesat, prandaj edhe nuk kanë çka flasin. Përshëndetje Zoj. Përshëndetje Dosi. Mund të flasim? Jo, themi jo. Okej. Mbase atë që thash na e kanë thënë brapa kamerës, kemi një çift tu, përshëndetje. Mund të flasim? Jo. Jo, edhe një përgjigje tjetër negative. Çka them? Përshëndetje Zoj. Edhe kjo Zoj nuk dëshiron të flasë. Merita, mbase nuk kemi çka tjetër. Nga këtu hezitojnë qytetarët flasin, të cilët kanë ardhur për të blerë, hezitojnë tregtarët gjithsesi të flasin, të cilët janë në shërbim të qytetarëve me produktet e tyre. Shohim, po bëjmë edhe një tentativë tjetër, nëse dëshiron të flasë kjo Zoja. Përshëndetje Zoj. Çfarë keni dalë blini sot? Edhe kjo jo. Kështu që, mbase nuk kemi çka të zgjasi më shumë, apo dëshironi t'ju japim pamje. Pak më qershia sa janë zotri? 5 euro, do më thënë edhe këtu janë qershijat 5 euro. Edhe nëse kalkulojmë çfarë mund të blejmë me këto çmime
Nëse kemi një rrogë rreth 500 euro, atëherë dihet. Mundësit janë shumë të vogla. Gëzim base mund të ofrojmë pamje për shkuesit tanë, ndërsa presun një përgjigje nga Amerita, të vazhdojmë faleminderit për këto që na i sollët, po e shohim që tregu drejt për drejt këtu. Nëse po na dëgjon, tregu është i mbushur, do me thënë, me artikuj të shumët. Çmimet, ato të cilat i morëm, duket që janë ndoshta pak më të lira se sa disa ditë më parë, por sidoqoftë për pagat ku edhe ti e bëri krahasimin nuk janë edhe aq të lira. Sidoqoftë qytetarët obligohen që të marrin artikujt e tyre të përditshëm, të lira, të shtrejta, së paku gjanat elementare.